Nga krimbi tek mëndafshi, kjo është tradita e hershme që po rikthehet në Vaudes përmes kultivimit të fshikëzës së mëndafshit. Artizania Meliha Zybera i ushtron këtë zanat prej 4 vitesh, duke ndjekur me përkushtim gjithë procesin, nga rritja e krimbave e deri tek përpunimi i fijeve të mëndafshit. Ka 4 vite që po kultivojmë fshikëzën e mnashit. Në fillim mbledhim gjethen e mannit, ushqehet 4 herë në ditë. Temperaturën e dën 23-24 gradë, lagështin nuk dën pastru, dën ndru, flen gjumi herë në 4-5 ditë. Produktet e përftuara nga mëndafshi po gjen gjithnjë më shumë treg, ku më të kërkuarat janë shallat e punuar me dorë. Cilësia dhe origjinaliteti i tyre i bëjnë të veçantë, duke tërhequr interes jo vetëm nga vendasit, por edhe nga turistët. Ta vitet e para nuk është se kina kultivu shumë, adin kina ba mash sa për vedi, sa me nevojat që kina këto. Mendoj me zgjeru edhe me rrit, pse ja edhe për tregun e jashtëm, sa është i kërku ma shumë, sidomos shallat e mnashit e këta. Këtë vit i kina pas shumë të kërku. Artizania jep një mesazh të qartë për të rinjt, të trashëgojnë dhe të mbajnë gjallë këtë zanat. Ishte mesazh i mirë për të rinjt në fakt, që mos largohen të rinjt të pse ja. Ka punë, ka gjana, ka e mos ta lëm këtë zanat me hub. Përveç vlerës kulturore, kultivimi i mëndafshit po kthehet edhe në një mundësi të mirë ekonomike, sidomos për gratë e Vaudesit.